e LDK-s që kanë qenë në kuvend seancat e ditë? Po sa i përket shoqatës naftarëve, kjo ka qenë pjesë e fjalimit tem vetë kryetari i shoqatës naftarëve, thotë i kena rregullu çmimet me qeverinë e re, pra me vetë vendosin çu kena pas qef. Tash nëse i kanë rregullu me këtë qeveri ligjet e udhëzimet administrative çu kanë pas qef, me 99% kërkesave, atëherë unë zgjej qeveri më shumë që i kanë ndihmu naftarëve se kjo qeveri. Bile me këqyr ligjin, më shumë ju ndihmon naftarëve sa konsumatorëve. Ligji i shitjes naftës, ose i tregtisë me naftë, është krye këput që është në favor të naftarit edhe nuk është në favor të konsumatorit. E tash pse çmimi rrit shumë në import, nuk është kjo shqetësimi joni, fundja është shqetësimi i shtetit edhe i naftarit. Pra ata kena bo thirrje edhe për rezerva, edhe që nuk janë bo. Pra nuk pritet për opozitës me ndiku për naftar, kur vetë kryetari shoqatës naftarëve thotë që çmimin ligjin e kena bo që kena desht vetë. Tash nashta edhe se keni di që keni desht, se jo që si ju ka ndihmu qeveria e vetëvendosjes. Fakti që është hup kaq shumë kohë, se kinë se po rregullohen marrëzhat, kjo ka shku krejt në favor tregtarëve, nuk ka shku në favor të konsumatorit. Është ditë që marrëzhat s'munden mu kontrollu. Mi kontrollu marrëzhat është si mi thonë, pi kontrolloj delet sa hajnë bari. S'ki mundësi, se sistemi shitjes stena në Kosovë nuk është digital dhe nuk është integrum. Kjo krejt ka shku në favor të naftarëve. Po çmimin nuk mundesh me ndalë në import. Pra se çka thotë shoqata